A e pa se që ndodhi këtë fundjavë në Itali apo nuk e pat më? Përfundimisht njerëzit janë të çmendur, se unë nuk di se çfarë emri t'i vej kësaj situate, ku del tjetri dhe tenton t'i rëmbej fëmijën nënës nga duart. E kuptoni ju se çfarë situate dramatike ka kaluar kjo nën kur shikon tjetrin përballë, nxjerr duart nga xhepi dhe tenton që t'ia rëmbej me forcë. Në fakt e ka rëmbyer për disa sekonda, ka arritur t'ia heqë me dhunë nënës nga duart dhe gjatë këtij momenti ka ndodhur një gjë tjetër sepse ky fëmijë ka thyer femurin dhe shqyr që ka pas njerëz të tjerë aty afër që kanë tentuar të bëjnë diçka. Nuk është se kanë bërë një gjë të madhe, sepse normalisht nuk dihet se ky personi është i rrezikshëm, është i armatosur, mund të bëjë namin, por besoj e kuptoni se çfarë situate drejtë ka kaluar ajo nën. Në Bergamo dihet që ka shumë shqiptar. Unë them shqyr zotit s'ka qenë një familje shqiptare që i ka ndodhur kjo gjë, se ky personi tani do ishte normalisht, s'po e them si emër se s'do të bëra panik, dhe ta mendosh që kjo gjë ka ndodhur në një supermarket në mes të Italisë, ku dihet që ka shumë njerëz sepse në fundjavë të gjithë italianët shkojnë bëjnë furnizimet e javës dhe të vjen tjetri me i pal pantallona jeshile, stil barbon fare dhe të rëmben fëmijën nga dora.